Po s'kena pas kushte dhe me dash mu martu, femnat Kosovë shumica po shikojnë me gjithë një bord pason që ka kapital që ofron kushtet mira. Luksi po shikohet ma shumë fatkeqësisht Kosovë. E tash një qytetar me një pak 500 euro s'mban dot as vetin, ka lidhe mosha, a është plaka, çka është vetëm para me pas, me qenë i pasur. Me dashuri çka ke punt? Ai martum, ai beqar? Për momentin jam beqar, arsyeja që çdo gjë po lidhet apet me shtetin. Apet me shtetin, edhe dashuria? Po s'kena pas kushte edhe me dash mu martu, nuk mush mi asiguru. Mirë po, tash. Ai mos më interesu kushtet, intereson vetë dashuria jota. Femnat Kosovë shumica po shikojnë me gjithë një bord pason, a kupton, që ka kapital që ofron kushtet mira. Po, tash çfarë kushte mund mi ofru një qytetar? Luksi po shikohet ma shumë fatkeqësisht Kosovë. E tash një qytetar me një pak 500 euro s'mban dot as vetin e le mo, a kupton? Femrat Kosovë s'pethojnë akret, po shumica një shaq që e shikojnë vetëm luksin. Po, interesin, domethënë. Nuk i ka lidhe mosha, a është plaka, çka është vetëm para me pas, me qenë i pasur, on rregull domethënë. A ke pas të rast me fol ose me qenë me një vajzë që ka kthyer shumë interesin? Ka ndodhur 2-3, po nuk e kam zgjat shumë, kanë thonë moti mirë tregon me mëngjes, kështu që i kam kput automatikisht lidhjet, nuk kam vazhdu. Sa ka qenë lidhja me gjatë që ke pas? Besoj dikon që aty 3 mujoshe, po. Veç 3 muja? Po. E pse u ndove? Po, a kupton. Apet po lidhesh çdo sen. Apet që to a? Po. Më nuk është arsye. Gjendja financiare, a kupton. Se tash femnat, a me fol drejt, e kanë kriju në Kosovë një mentalitet gabushëm. Se mendojnë që vetëm burri duhet me pas këtë barën, ato domethënë të gatshëm gjithçka me ardh. Kjo mënyrë e të menduarit gabimisht. Se unë kam qenë vetë Kroaci. Punojnë femna edhe bashkëshorte, për me arrit diçka bashkë. Tu presin gatshëm gjithçka, ashtu s'ka kërkon në botë. Cili është një mesazh që kishe përcjell tek ato femra që po të shohin që janë beqare, në një kohë ti je beqar? Unë kisha thonë, dëgjoj, fillimisht me kry shkolla, mu shkollu, mu vedisu, me ditë definicionin e jetës, çajo mesazhi jam. Mos me jetu në ëndra, domethënë në iluzione, se ajo ndam tyrin, se kupton, pastaj kalon një fazë, jesin beqar shumë kohë gjatë, nuk mund me gjetë dikan për mu martu për seriozisht, unë ndam vetin. Me këqyri mu bazu ma shumë në realitet, jo në iluzione. Se për iluzione nuk ka ku gjatë. A mos me prit gatshëm, nuk vjen kërkushi me kry punë për ty, as prit si ëndra me shumë milion euro që shmendojnë ato. Kjo mesazh jam. Faleminderit shumë për kohën që ndove me neve. Për juve ju përgëzoj për programin e juaj, ju dëshoj punë të mbarë. Sukses. Faleminderit shumë. Penzion i luftës, invalid i luftës. Po jem krenar mirë është me boni argat kur e lyp veni. Qaf dule se këna nis, e tani e këna përfunduën ka pas nevojë. Te në 3 ditë s'kena pas me hangër me pije, s'ka më shumë se me dhonë jetën për vend tonin. Përshëndet. Mirë. Familja. Pegalin. Shumë mirë zhlo. Jam penzion i luftës, invalid i luftës, për ndryshe tani punoj ka shtëpia punë. Çka mu i punoj? Sa je krenar që sot je invalid i luftës? Po, jem krenar mirë është me bo një argat kur e lyp veni. Mirë është mu? Me bo një argat atër kur e lyp veni. Sukur që patëm luftën e fundit Kosovës, kush ka mujt, e ka dhau kontributin e vetë. Tregom, sa vjeçari ku në atë ku? Në atë kohë në luft ju më konë 40 vjetë. 40 vjeçari? Po. Tregom, a ki pas frikë në atë ku? Se i dim që unë e qash letë. Kam pas frikë se për arsye se ushtria që kanë vendosur me morë pushkën dhe me dalë në front, nuk janë kanë të pjekun, s'kanë pas pravoj, sukur në atë vjetër që kena kry ushtrinë Jugoslave dhe kena pas ato sfidat. Edhe pse sa kanë luft, pa kanë zërë me kry një ushtri Jugoslave për arsye se kanë bën tërthorza të ndryshme. E tani në bazë vështërsive edhe frikën që e kena pas, kena kalu shumë mirë se në fund e morëm fitoren. Tregom, cilë është shoku që dhimet mas shumë ti që hupi jetën gjatë në e beteje? Po ham shok, ham kushëre të gjithë, po në veçanti që më pyte, Shaqer Tërshani. Ki pas edhe kushëre? Kushëre edhe në luft bashkë. Luftën e këna banë të komandant Gurin, qaf dule se këna nisë, e tani e këna përfunduën
ka pas nevojë. A ka mos që keni nejtë pa hongër, pa pi? Ka ndodhë. Sot do të ka shku maksimumi? Tash unë e foli vetë që shash, se Realiteti, dikush ka qef me bon rana për me dal ma hishum, rana s'del hishum kur. Te në 3 ditë s'kena pas me hangër me pije, për arsye të ofenziva që na kanë përfshin ashtu, me dashje pa dashje, e tani a bon zgjidhjen, na kanë nimu me popullata, qështu. Tregom cilë ka qenë momenti, një për momenteve më të vështira që i keni kalu. Po momenti më i vështirë ka qenë kur lufta gjithashtu është vështirë, po kur sun këna qëndru mon në qafë dolës, pronë forcat mëdhaja u duft më tërhek, një fjallë u thy pika, tërhek janë kur sun qëndrën mo, edhe jena bartën tani në këtë pjesën ka hlanishti, ku marrë pjesë edhe në Reçakit, jo që ku marrë pjesë, po komandanti më ka quen me një skuadër në përforcime. Këna nejtë një javë atje, jena kryen në shtab, prap nestit ka orë një kurir pej Reçakut edhe komandantit i ka thonë dim se Reçak janë rreth, shkite kanë shtinë rreth. Prap më ka ra më shkuën togu jem, kam qenë komandant togu parë, me gjithë komandant Gurin, edhe na këna shkuën shumë me qef, mujtum sa mujtum me qëndru edhe me pështu popullatën. Mirë po prap mundoj ka aja që sa pritëshin pineve populata, se kanë mendua që ushtria Gurit a shpëtimi gjithë shkahit, populata dhe jena konë, se këna kursu vetën, por se këna pasat fuqi, tani pata dy edhe civil, edhe ushtar, edhe gjithë shka. The je i plagum edhe? Unë jam i plagosën në Greqes, në gjumë, aty ku dohen nervet e shputës, që njëni e zbret, tjetëri e qënë shputën, njëni e i këputën, kum pas operacione, s'ka pas shërim, marrë penzion të mirë. Sa merë penzionin? Penzionin që tash e marrë 420 euro, teri para pak mujve, kum pas 355 euro. Për me konë dëshmor, ashtë të dhimshme jeta, por e mbulon edhe atë dëshirën e realizon, te në s'ka që s'ka ma shumë se me dhonë jetën për vend tonin, mirë po tani qysh i ka ra hise njeri, dikush dëshmor, dikush invalid, dikush ka ik pa rrug ploga, dikush s'ka pas qare, edhe pse se ka plumi, a dash mu tërhekën se nuk ka a menxoria s'forës me kam ngull me një vend ku nuk ka jotja. Të rriqesh për atyit, mos e lëshofrontin, dilën që të rënon, zënja pritën, edhe qështu. Qysh ki vendosë më bo pjesari i ushtrisë shqiptare të Kosovës? Ushtar i ushtrisë shqiptare